thash fillim të emisionit që shpesh bëjmë gabime. Cilat janë gabimet që mas shpeshti, me thoni, ju kanë penalizuar dhe juve si mjek që familjarët i kanë bërë rrugës me pacientin? Familjarët. Mbaret edhe të smundjet, mbaret cilat smundje janë. Shamull të aksidentet që nuk ban me lëviz, ata nështë... Po, të aksidentet nuk ban me lëviz, normal. Aty duhet me njëherë me thirr urgjenca. Në urgjenca tani mos me prek familjarët. Urgjenca ban mobilizimin e pacientit edhe e sjell në emergjencë. Kjo është kryesorja. Pastaj të smundje tjera, për shembull të dhimbje gjoksit, që kemi të bëjmë me infarkt, gjerësitje tepër, dhimbje epigastrike, lodhje të skajshme. Domethënë kjo nuk ban mu neglizhu, po duhet mu lajmëru te mjeku. Edhe mjeku tani e bën vlerësimin, a ka nevojë me ardh tek ne apo e përcjell në qendrën ku lajmërohet. Këto domethënë duhet mos me neglizhu. Pastaj kemi të bëjmë edhe me sulmin e trup. Edhe ato mos me neglizhu, nëse është një çrregullim i vetdijes, është një empirje, një